Sot me 10 qershor, drejtoresha e Fondacionit Arbër Ibrahimi, Shemsie Ibrahimi, promovoi librin e saj Ron Arbri Ron. Me krenari të madhe, por edhe dhimbje në shpirt, ajo prezantoi këtë libër si dedikim ndaj djalit të saj të ndjer, Arbër Ibrahimit, pikërisht sot në ditëlindjen e tij. Në këtë libër, autori nda një rrëfim të fuqishëm për dashurinë, dhimbjen dhe shpresën, një dëshmi e pavdekshme për Arbrin dhe një thirrje për kujdes e solidaritet njerëzor. Sa i rëndësishëm ka qenë ky libër për juve personalisht? Një falenderoj së pari juve që keni ardhur të bëni pjesë e këtij promovimi. Sa për rëndësinë e librit, është një libër që ndoshta për mua them është si kur është një rëndësi jetësore, është për mua ka qenë se mua ka qenë një gjë që e kam nxjerr prej shpirtit. Këtë në librin është përfshi dhimbja e një nane. Po edhe momentet e mira që kemi pas me Arbrin, gjitha janë përfshi aty, kështu që një nane e cila mundohet ta shpreh kretat, sidomos periudhën që kemi përjetuar me Arbrin. Është shumë e rëndë, po unë e gjeta forcën, si duket mu Arbri më solli forcë, për ndryshe nuk di si e pësha dalën, edhe gëzohem që sot i kum pas krejt këta mysafirë këtu për këtë promovim të Arbrit, se sot ky promovim përkon me ditëlindjen e Arbrit, me 10 qershor, ka qenë dita kur Arbri më ka dhënë epitetin e nanas, e sot dhe Arbrin e kum jetësuar në libër. Çfarë ndjesi, çfarë emocione të ka jep periudha, domethënë gjatë që ke shkruajt librin? Ka qenë një përjetim që është rikthy. Kritat periudhë që kemi kalu me përveçsit tona, është shumë e vështirë më kthej në atë periudhë, po ju mundu të përmbahem që të qes sa më mirë gjanat në libër, më falni ndoshta kam emocion pak edhe se më lot, po ajo periudhë është që më ka detyru prapë, edhe pse e kom përjetuar rënd, po unë nuk ju më dalë. Se ka ishte të shkrujtën, që të qes kret ato që ka e ndjesha unë si nase, nanët nuk po mbajshin, s'kum pas kohë të mbaj ditar. Po si duke ditari me përjetimin tonë ka qenë çdo që listë trupit tim, edhe për ato ku mund gjitha të qes në letër. Po në këtë libër mundu t'i jap edhe mesazh gjithatin e nanëve të cilët, se ka shumë nana në Kosovë gjithandej, të cilët kanë humbur bijt apo bijat, që mos ndalen. Se nëse merren me diçka, aktiviteti nuk të lën as me lodh veten, se dhe ata që i përcjellën për atë botë, ata kanë edhe mirakun atyre që i lën pas. Ashtu e ka pas mirakun edhe djali im, po unë kum vazhdu të jem aktive, ashtu siç ka dashur Arbri. Pas përcjelljes së Arbrit formova Fondacionin Arbër Ibrahimi. Pastaj fillova me jetësimin e librit, atë përjetimin tonë të paraqes atë. Sa të janë gjitha vështirësit, janë momentet e mira, janë momentet e vështira, se edhe në ato periudha të rënda ka disa momente që ti mundohesh t'i largosh edhe ta shohësh jetën me një spektër tjetër, ndoshta vjen e mira ndonjëherë, apo ndodh mrekullia, edhe mos mendosh se nëse nuk mendon ashtu, të humb edhe forca, po kjo të mban më të fortë nëse shpreson të mrekullia që do të ndodhë, dhe ajo që ka ndodhur në fund askush nuk e di, po ja që të na ndodhi, po në prapë mbajem. Si arrin të jesh një grua kaq e fortë dhe çfarë komente ke marrë prej njerëzve? Komentet janë të ndryshme, po të gjitha janë pozitive, sepse asnjëherë nuk e ndërzu. Edhe mbam me forcë se Arbri gjithherë na kalon amanetet. Ne me qenë të fortë, edhe nëse ai ik nga kjo botë. Sa ai nuk do të na shikojë nga lart neve të lodhën, apo që ka truar një farë mënyrë me thonën, çdo moment kur e ndi veten se jam më dopt, duket se prej përjetësisë, prej qiellit, ndoshta Arbri më jep forcën, ashtu si edhe sot, se e pata vështirë, ndoshta kur fillova për leximin e mesazhit tim, mirë, po ja që merr dhe një forcë sikurse ma çoj Arbrin nga lart. Edhe kështu mundohem çdo ditë. Me Arbrin me vete edhe mundohem ta gjej forcën e Arbrit që e ka pas ai, sa ai ka qenë shumë i fortë. Arbri edhe në momentet më të vështira regjistroi fakultetin historisë,
edhe pse ishte me terapi, shkonte, kthente, se vazhdimisht kemi shku për një vit e gjysmë në Turqi, po ai asnjëherë nuk është ndalën. Në moment që është kthi prej Turqisë, Arbi ka vazhduar ligjëratët, e ka mbaroi vitin e parë, po ja që fati atij ishte të mbetet me atë vit. Po krenarin që më ka dhënë edhe tash prej përjetësisë, Arbin e vlerësoi Fakulteti i Historisë me studentin më dalluar, edhe e mori çmimin e heroit kombëtar, Rustem Hyseni, që ne jemi krenar që më bën atë çmim tash. Pjesë e promovimit ishin shumë familjar, miq e mbështetës të iniciativave të shumta të zonjës Ibrahimi, ku emocionet dhe ndjeshmëria ishte lartë në fytyrën e secilit.